Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim energjinë e letrave tarot, të fokusuara te ndryshimet që do të ndodhin këtë muaj të bukur tetori. Ndryshimet në pjesën e një marrëdhënie në dashuri, në pjesën e financave dhe në gjithçka në jetën tuaj. Ndryshimet do të ndodhin. Lajme të shpejta vijnë nga ky ushtar i shpatave, sepse ju keni mësuar fort dhe teja për të marrë këtë lajm të shpejtë. Një person shumë pozitiv ju ndihmon në këtë ëndër për ta bërë realitet, në ëndrrën tuaj për ta bërë realitet. Pra, do keni ndryshime të mëdha tek pjesa e financave. Dhjeta e kupave tregon që këto ndryshime do të bëhen shumë shpejt realitet fal këtij personi që do t'ju ndihmojë për sa i përket ndryshimeve. Dhe ju të dy do të jeni shumë falënderues dhe mirënjohës universit për këto ardhmë të mrekullueshëm që ju ka sjellë, për këto mirësi, për këtë begati, për këtë bekim që ju ka sjellë në jetën tuaj. Sepse në jetë keni patur shumë zhgënjime nga njerëz shumë mos mirënjohës, nga njerëz që ju kanë futur për shpata në shpinë dhe kjo ka bërë që ju të keni dhe pjesë në pagjumësim, të keni mendime negative, të jeni pak të stresuar, të jeni pak në atë momentin tuaj të vështirë në jetë dhe një kup e argjënt ju vjen nga universi dhe ju thot: mos u mërzisni, jeni ulur në këtë hije pene dhe i trishtuar e dëgjoni këtë kup të argjënt. Sepse shumë shpejt në jetën tuaj do të vijë një bollok. Dhe një bollok jo vetëm financiar, por dhe një bollok me një paqe shumë shpirtërore, që do t'ju ndryshojë dhe do ju transformojë jetën tuaj. Ky bollum i paqes tregon që paqja, begatia dhe ndryshimet mëdha për sa i përket pjesës së bollokut dhe financave do të vinë shumë shpejt në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e fokusuar te ndryshimet që mund të ndodhin në jetën tuaj. Me kë mund të rezonoj kjo energji në shenjat e horoskopit? Me binjakët, me shigjetarin, me brisjatin, me dashin, peshoren dhe denin. Kurse në gërmën e parë të emrit tuaj mund të rezonoj me gërmën L, me gërmën D, me gërmën A, C, B, G, N, H, pra një, H, me gërmën N dhe me gërmën V. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.